Dhjetra pjesëtar të Policisë së Kosovës dhe pjesëtar të komunitetit serb kanë pësuar lëndime gjatë përplasjeve në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. Përleshjet pasuan vendimin e policisë për të mos lejuar disa grupe serbësh të marrin pjesë në manifestimet që u mbajtën sot me rastin e 623 vjetorit të betejës mesjetare të Kosovës. Mëgjersisht nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Mbi 30 pjesëtarë të Policisë së Kosovës kanë pësuar lëndime gjatë përplasjes me një grup serbësh në vendkalimin kufitar me Serbinë në Merdar, rreth 40 kilometra në veri të Prishtinës. Policia tha se kishte ndaluar qëndrimin në Kosovë një grupi tifozësh serb të njohur për qëndrime radikale. Ata kishin qelluar me gurë gjësende të forta mbi policinë e Kosovës, e cila tha se janë dëgjuar të shtënë marrëmzjarri. 9 nga 32 policë të lënduar po trajtohen në spitalin e Prishtinës. Mjetet serbe të informimit thanë se të paktën 20 serbë janë plagosur në këtë përplasje, por këto njoftime nuk janë konfirmuar nga policia e Kosovës. Grupi serbëve synonte të marrë pjesë në kremtimet me rastin e 623 vjetorit të betejës së Kosovës. Policia tha se në orët e hershme të mëngjesit, grupi prej afro 70 serbësh që kishte hyrë në Kosovë nëpërmjet vendkalimeve kufitare veriore ishte mbledhur në afërsi të urës kryesore mbi Luminiber në qytetin verior të Mitrovicës. Një pjesë e tyre kishin qelluar me gurë mbi policinë e cila kishte ndërhyrë me gaz lotësjellës, ndërsa grupin e kishte deportuar për në Serbi nëpërmjet vendkalimit kufitar në Merdar. Përleshjet kishin shpërthyer në vendkalimin kufitar. Zyrtarët serb thanë se një pjesë e serbëve janë plagosur me armë zjarri dhe plumba gome, ndërsa policia e Kosovës mohoi të ketë përdorur armët e zjarrit. Grupe serbësh kanë hyrë në Kosovë në përcjelljen e policisë për të marrë pjesë në manifestimet në manastirin mesjetar të Graçanicës dhe në Gazimestan afër Prishtinës, vendin ku 623 vjet më parë ishte zhvilluar betejë e Kosovës. Ndonse ajo betejë shënoi humbjen më të rënd të popujve të Ballkanit, nga serbët shënohet si ditë fitores shpirtërore. Kreu i Kiçes Ortodokse Serbe, patriarku Irinej, tha sot në Graçanicë se Kosova është Jerusalemi serb. Svojim prisustvom pokažemo i dokažemo. Kemi ardhur këtu që me praninë tonë të tregojmë se kjo ka qenë, është dhe do të mbetet tokë e shenjtë serbe, Jerusalemi serb, tha patriarku Irinej. Sveta srpska zemlja. Ai përsëriti këtë qëndrim edhe në Gazimestan në fushë të Kosovës, ku qindra serb kremtuan me thirrjet për armë në mbështetje të të akuzuarve për krime lufte dhe gjenocid Ratko Mladić e Radovan Karadžić. Policia e Kosovës kishte vendosur kontroll të rreptë për të mos lejuar siç nxitjen e tensioneve. Ndërkaq sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se shqiptarët nuk e kuptojnë rëndësinë që ka për serbët për vjetori i betejës së Kosovës, ndërsa dënoi siç tha dhunën e policisë. Brutalnost policije sigurno nije način kako se problemi rješavaju. Brutaliteti i policisë nuk është rrugë për zgjidhjen e problemeve, nuk mundet që me ndalesa e kufizimet të lirisë së lëvizjes dhe të shprehjes së vullnetit të arrijë gjë. Shumë njerëz janë lënduar dhe kjo nuk është dashur të ndodhë, tha ai. Kremtimi për vjetorit të betejës së Kosovës mori për masat e tjera në vitin 1989, kur ish presidenti serb Slobodan Milošević shpallej, siç thuaj, bashkimin e Serbisë me rënimin e autonomisë së Kosovës dhe e paralajmëroi luftrat e përgjithshme që quhen shkatrimin e ish Federatës Jugoslave. 23 vjet pas asaj dite, Kosova ndodhet në qerekun e parë të 5 vjetorit të pavarësisë së saj, të njohur nga rreth 90 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, ndërsa Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e saj. Incidenti sotëm në Merdar u dënua gjërësisht në Kosovë. Presidenti e Kosovës, Atifete Jahjaga, kryetari i Parlamentit Jakub Kresniqi dhe përfaqësues tjerë institucionesh e partish politike thanë se sulmi mbi pjesëtarët e policisë së Kosovës me mjete të forta dhe armë zjarri është i papranueshëm dhe sulm mbi rendin kushtetues të Kosovës, ndërsa shprehën zotimin se siç thuhet, institucionet e Kosovës do të mbrojnë me përkushtim sistemin demokratik të vendit dhe do të parandalojnë çdo përpjekje për destabilizimin e tij. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.